Në kuadër të 12 qershorit, ditës ndërkombëtare kundër shfrytëzimit të fëmijëve në punë, Bashkia e Shkodrës zhvilloi një aktivitet sensibilizues në qytet. Në fjalën e saj, nënkryetari e këtij institucioni Teuta Qyteza u bëri thirrje qytetarëve të rrisin ndërgjegjësimin dhe të kontribuojnë në luftën kundër këtij fenomeni shqetësues që prek të ardhmen e fëmijëve, sidomos në formën e lypjes në rrugë. Ajo tha se shumë raste po monitorohen nga policia. I bëjmë thirrje edhe atyre që i shfrytëzojnë, edhe atyre që i drejtojnë drejt atyre pikave, që po vërejtohen, po monitorohen nga policia e shtetit dhe nga gjithë stafi i bashkisë. I lutemi ta ndërpresin këtë fenomen. Mos shfrytëzoni fëmijët, janë njësoj si fëmijët e çdo kujt, edhe tuajt. Në fokus aktivitetit ishte nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional, sensibilizimi i komunitetit dhe ndërgjegjësimi mbi pasojat që sjell shfrytëzimi i fëmijëve, një praktikë që u mohon atyre të drejtën për një fëmijëri të sigurt dhe të lumtur. Broshura informuese u shpërndan gjatë aktivitetit, ku përfshihen udhëzime të qarta për qytetarët mbi hapat që duhet të ndërmarrë për të mbrojtur fëmijët, duke nisur nga raportimi i rasteve të shfrytëzimit, mbështetja përmes institucioneve, mosdhënia e parave në rrugë e deri te sensibilizimi e mbështetja për arsimin cilësore e përfshirës. Një fëmijë që punon humbet drejtën për të qenë fëmijë, ishte mesazhi që shoqëroi këtë fushat ndërgjegjësimi për të kujtuar çdo antarit të shoqërisë rolin e tij në mbrojtjen e më të vegjëlve.